Nataliteti në rënje, mortaliteti në rritje janë të dhënat shqetësuese statistikore për vendin tonë në 10 vitet e fundit, më rënd të goditura janë qytetet e vogla. Të dhëna shqetësuese për numrin e natalitetit në Kërqovë, por jo vetëm, e njëjta situatë është edhe në gjithë Republikën e Maqedonisë. Në qytetin e Kërqovës, për 10 vite, numri i lindjeve ka rënë në mbi 50%. Ndjekim tabelat më poshtë. Të dhënat e enti statistikor tregojnë se në vitin 2014 në nivel shteti ka pasur 23.569 lindje, ndërsa në vitin 2024 ka pasur 16.061, thuajse numri i përgjysmuar. Në komunën e Kërqovës, në vitin 2014 ka pasur 474 lindje, ndërsa 10 vite më vonë në vitin 2024, ky numër është përgjysmuar në 255 lindje. Sociologu Ismet Ballazhi këtë fenomen e lidh me shumë arsye socio-ekonomike, migrimi masiv që është faktori kyç, si dhe mosmarrja e masave nga politika. Shtetet e vogla janë të pafuqishme që të ndalin këtë hofë. Për vendin tonë është, mund të themi, një fatkeqësi që politikat shtetërore në këtë drejtim janë të pakta, të mungueshme dhe nuk janë efektive që t'i dilet përballë këtij fenomeni i cili mund të jetë shkatërrues për të ardhmen. Ai thotë se të gjithë faktorët e vendit duhet të ulen dhe të krijojnë politika demografike të mirëfillta, në të kundërtën pas 10 vitesh do na presin shifra të frikshme të natalitetit. Përderisa nataliteti është në ulje, mortaliteti ka rritje, do me thënë numri të vdekurve është më i lartë se sa numri të lindurve në 10 vitet e fundit. Në vitin 2014 në Republikën e Maqedonisë së Veriut numri të vdekurve ka qenë 19.718, ndërsa në vitin 2024 ky numër ka shkuar në 20.201, që i bie se në vitin 2024 kemi 16.061 të lindur, ndërsa të vdekur janë evidentuar 20.201, mbi 4.200 është më i vogël numri i lindjeve krahasuar me vdekjet për një vit.